Mbrëmje magjike poezie. Qendra Kulturore e Bashkisë së Vlorës zhvilloi mbrëmjen poetike në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Poezisë në sallën e skulpturës të Galerisë së Arteve Figurative. Ishte një atmosferë mbushur me emocione, vargje dhe frymëzim, ku poetët dardashësit u bashkuan për të ndarë fjalën e bukur. Aktiviteti pati mbështetjen e veçantë të drejtueses së Qendrës Kulturore të Bashkisë së Vlorës, Angela Kaplani. Kaplani ka falendëruar të gjithë poetët dhe shkrimtarët vlonjat, si dhe dashamirësit e poezisë që u bën bashkë në këtë aktivitet. Keni ardhur në mbrëmje poetike, është kënaqësi e jashtëzakonshme të jem e rrethuar me shkrimtarë dhe poetë si juve. Jam falendëruese e secilit prej jush për dashamirësinë dhe organizimin e këtij eventi të mrekullueshëm. Faleminderit. Anila, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi. Dhe vetëm një vajzë ka që bukur me emrin Angela mund të ishte një ëngjëll i tij që të na mblidhte në këtë moment, se nuk ishim gati. Faleminderit shumë. Ju jeni gati gjithmonë, unë jam e sigurt për këtë. Thjesht në muajt në vijim, patjetër që do keni më shumë takime të tilla. Shpresoj shumë Angela. Faleminderit dhe ne kemi nevojë të shkruani sa më shumë. Ishte një atmosferë shumë e bukur, e cila solli frymëzim dhe emocione me recitimet dhe interpretimet e vet poetëve shkrimtarëve. Është fryma që mbush boshllëkun e kohës. Poezia nuk përshkruan thjesht të shkruar, por shkruan të ardhmen, përmes penës dhe atyre që ne i quajmë poet. Ne si kombë kemi pasur poetët tanë, që i kanë dhënë zë kur heshtja ishte shumë e rëndë. Krejt të bleruar, ata dhe dy takoheshin në një qershi. Përkashi, një non me kapel, i buzëqeshte ngrohtë, si zotëri. Po pas sa kohë, nuk i pash më. Në pemë mbetën vetëm inicialet. Neoni e ka unë kapelën. Syri si spazm, ndizet e falet. Sa ti, as muret më kanë dashur, kur më shihni se si dridhesha në vetëmi, të mbështetesha, e lironin një vëndakull, të ngrohesha, të jepnin diçka për të pirë. Për të fjetur më lironin 3-4 pllaka, më mbështillnin me një mëri të ngurtë, për të ngrënë, nuk ofronin lugë pjata. Gatuanin heshtjen. Që vyshket lëre në hares, si zjari që shuhet, asgjë të mos mbes. Përjetësisht lëre në harin, koha është një mik i mirë, do të na plak të dyve. Me mjaft emocione, poet dhe shkrimtar të Vlorës që morën pjesë në këtë mbrëmje, që dhuroi emocione të mëdha, flasin për televizionin 6+1 Vlora, duke përcjell edhe mesazhet e tyre. Veçantë i aktivitetit që bëhet në Vlorë dhe unë shpresoj që këto aktivitete të shtohen për qytetin ton, sepse japin jo vetëm që mblidhen poetët dhe shprehin ato vargjet e tyre, por nëpërmjet tyre vargjeve ata përcjellin mesazhe shumë bukura, njihen me njëri tjetrin dhe ky aktivitet shpresoj u bë një herë në kuadër të Ditës Botërore të Poezisë që ishte në datën 21 dhe sot patë mundësinë, domethënë që u mblodhëm. Shpresoj shumë suksese në të ardhmen dhe takime të tjera ku fjala e poetit të jetë të dëgjohet. Është një mbrëmje shumë e plotësuar, e hapur për gjithë poetët dhe tregon se bashkia është e kujdesshme për atë dimension të Vlorës, dimensionin shpirtëror të saj, që janë poetët dhe shkrimtarët, edhe sidomos poetët e Vlorës, të cilët faktikisht kanë bërë histori dhe kanë lënë gjurmë në kulturën kombëtare, si Ali Aslani, Fato Sarapi. Na ndihmojnë shumë, sepse poezia është, si të themi, ai deti ku çdo njeri ka nevojë për lirinë e vet, që të shpreh përveç logjikës, të flasë me gjuhën e zemrës dhe të gjithë poetët dhe shkrimtarët e Vlorës ka nevojë jo vetëm që të shpalosin idet, mendimet e tyre, dashurinë për qytetin e tyre, por i kërkojnë bashkisë që t'i ndihmojë dhe nga ana e botimit të librave të tyre që ngelen në sirtar. Falenderoj të organizatorët, falenderoj bashkëqytetarët vlonjat të cilët na ndjekën, të cilët ndikojnë në formimin ton të vazhdueshëm
dhe në një anë tjetër do të quaja veten ushtar të këtij populli që na mbështet moralisht për gjithçka, të hedhim hapa të guximshëm në jetë përpara dhe të shërbejmë popullit tonë, bashkëqytetarëve tanë. Ishte mbushur me vargje dhe frymëzim, ku së bashku poetët e bën fjalën të marjet. Aktivitetet të tilla, të organizuara nga Qendra Kulturore e Vlorës, do të vazhdojnë edhe në të ardhmen, me qëllim gjallërimin e jetës kulturore dhe artistike në qytet, ndërsa mbrëmje poetike u zhvillua përnder të ditës ndërkombëtare të poezisë, një mbrëmje e mbushur me art dhe vargje dhe një atmosferë e veçantë me skulpturave.